Agush Mërsala, 66 vjeç, jeton i vetëm në një shtëpi të thjeshtë në fshatin Libofsh. Invalid dhe pa mbështetje, jeta e tij është një betejë e përditshme për mbijetesë. Prej 5 vitesh, në shtëpinë e tij mungon një element bazë për jetesën: uji. Vetëm më sillni ujin, edhe sikur të mos kem lek do t'i gjej, do t'i paguaj, thot Agushi me sytë që nuk kërkojnë më shumë se dinjitet. Pensioni i tij kemp, vetëm 116.000 lekë të vjetra në muaj, mezi mjafton për bukën e gojës dhe faturat e dritave. Kur nuk ka, detyrohet të marrë borxh dhe i kthen avash avash me nder e durim. Ja kështu, merrte ti borxh, merrte tjetri, kur të marrësh, prap, kur të marrë ato lek për shembull, ta hap ty borxhin, se unë borxhin në kurrë nuk e dua. Me ato me këtë ekonomi është. Uji u ndërprej më 14 shkurt 2021, kur pompa që furnizonte zonën u zhvendos 600 metra larg. Prej atëherë, Agushi ka trokitur në çdo derë, tek kryebashkiaku Subashi, tek drejtuesit vendor, tek deputetët, por vetëm premtime dhe asnjë tub uji. E hoqëm pompën, i thash bërë kërkesën këtu, jo shko këtu, këta të komuna këtu, këta nuk duan, qysh 14 shkurt 2021, i thonë 4 vjet pa ujë. Kur vje ky kumshia këtu, i tham, ja dhe fuqit që i mbushim me ujë atë. E vedhe atë pompën e ti aty edhe ma e për dhe mu ujë këtu. E tako Armand Sobashin, me datë, ka qenë ditë shtunë, 2023. Erdi aty, do e rregullojmë, prit çka, tako deputetën e zonës, këtu para 2 muajsh, jo dhe zgjedhëm as ujë ç'pruna zë. Agushi erdhi dekada më parë nga Kosova për një jetë më të mirë në Myzeqe. Sot në mes të fushës, në mes të një vendi me burime ujore, ai jeton pa ujë as për t'u larë. Apeli i tij është i thjeshtë, nuk dua mëshirë, dua zgjidhje, vetëm më sillni ujin. Shteti duhet marrë mas pa këta, nuk po bëjnë asnjë lloj veprimi. Asnjë gjë nuk po bëjnë. Në pritje që premtimi i kryeministrit Rama që çdo familje shqiptare të ketë ujë të pishëm të bëhet realitet, Agushi pret, ditët e vitet kalojnë, ndërsa ai jeton me shpresë se një ditë një pikë ujë do trokas edhe në derën e tij.